أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të dashur dhe të nderuar besimtar, të nderuara nana dhe motra të pranishme në këtë xhami, lutim Allahun e Madhreshëm që të gjitha adhurimet tona, agjërimin ton, lutjet tona, sakrificat tona, sadakat tona, të gjitha këto Allahu t'i pranon. Lutim Allahun e Madhreshëm që Allahu t'i mush zemrat tona me dashuri për madhrinë e tij, Allahu Dhul Jalal. Lutim Allahun e Madhreshëm që Allahu t'na e bën të dashur Islamin, t'na e bën të dashur Kur'anin, t'na e bën të dashur sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. T'na e mbush zemrat me dashuri ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun e Madhreshëm që gjithë neve Allahu na çliron nga zjarmi i xhehenemit. Neve, babalart, prindërit tanë, gratë dhe fëmijët e tanë dhe gjithë familjet tona inshallahu taala. Allahu i Madhreshëm kur flet për agjërimin në Kur'an, në surën Al-Baqara, mes ajeteve e përmend edhe një ajet dhe me te aludon në një diçka madhështore. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." E kur të pyesin ty o Muhammed, robt e mi për mua, jam afër atyre, i përgjigjem lutjes së tyre kur ata luten, e ata let i përgjigjen thirrjes time, dhe let besojnë në Allahun Dhul Jalal nëse duan t'jenë të për udhur, nëse duan t'jenë në udhë të Allahut Dhul Jalal. Thot Ibni Ashuri, rahimullahu ta'ala, njëri për ulemave të tefsirit nga Tunizia, thot ky ajet i cili ka fol për duan, për lutjen, në mesin e ajeteve të agjërimit e jep mesazhin dhe aludon se kur besimtari është në agjërim, të gjitha lutjet e tija pranohen. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vërtetu këtë nën kuptim të këtij dietarit, dhe normalisht dietarët musliman kuptimet e ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i bëjnë të mbështetur në ato argumente fetare. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Thalathatu da'watin la turad." Tre lutje nuk kthehen mbrapsht. Da'watu as-sa'imi la turad. Lutja e agjeruesit nuk kthehet mbrapsht. Wa da'watu al-madhlumi la turad. Duaja e atij që i bëhet zullum nuk kthehet mbrapsht. Wa da'watu al-musafiri la turad. Edhe duaja e udhëtarit nuk kthehet mbas. Kur Hoxha Muharremi pak merret tha shtroshi jashtë, unë mendosha vetvete dhe thash nëse vazhdon me rashi, vesh një porosi shkurt dosha me thonë, bëni sa më shumë dua. Se njëra prej momenteve që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pranohen lutjet është momenti kur bie shi. Kur bie bereqeti i Allahut Dhul Jalal, kur bie mëshira dhe rahmeti i tij. Dhe për këtë shkak tani në namazin e natës, njëra prej qëllimeve të namazit të natës është ndëgjimi i Kur'anit, edhe andaj shtohet qëndrimin qiyam, që sa ma shumë Kur'an të ndëgjojmë, dhe pozicioni i dytë është
shtohet qëndrimi në sejdë. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Pozicioni kur njeriu është më afër Zotit të tij është pozicioni kur ai është në sejdë. Po, njeriu kur don me ju afru Rabbul Aleminit e ka shumë lehtë. Vetëm merr abdes, i drejtohet kibles edhe merr tekbir, Allahu Akbar dhe niset falet. Qëndron në qiyam, që është njëra prej adhurimeve ku besimtari e manifeston për uljen e tij kashi Allahu Dhul Xhelal, dhe pastaj pozita e dytë është qëndrimi i gjatë në sejdë. Pse në sejdë? Sepse aty i afrohet besimtari Rabbul Aleminit, ashtu siç tha Allahu Dhul Xhelal në surën Alaq, në fundin e surës Alaq, wasjud waqtarib, bëj sejdë Allahu Dhul Xhelal dhe afroju atij. Bëj sejdë dhe afroju atij. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij sahabiut i cili dëshironte të jetë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenet, i tha a'in ala nafsika bi kathrati sujud, ndihmoje veten tënde me shumë sejdë. Çdo sejdë që e bëjmë ka një gradë e më shumë ngritemi te Allahu Dhul Xhelal. E tani, pse kjo pozicion është i rëndësishëm? E para për shkak se ne i afrohemi Allahut, e pastaj ndaloni dhe analizoni këtë fakt të dytë. Çdo herë kur ki ndonjë kërkesë private, personale, ti ki qef, ti dhe personi kujt ja drejton kërkesën tonë ti je vet. Shkon te një ministër, shkon te një shef, shkon te një kryetar, shkon te një njeri, kush do qoftë ai, edhe ki një hall tonin personal, ki një kërkesë private, nuk ki dëshirë me ndëgju askush, i thua ti, a ka mundësi me qenë vetë? A ka mundësi me qenë veç unë edhe ti? Edhe normalisht, largon sekretarin, largon ndihmësin, edhe ti je i lirë me a pashru kërkesa tuja ati njeriut. Ashtu edhe pozicioni i sejdës. Është momenti kur ti jenë në afërsitë madhnisë të ti Allahu Dhul Xhelal, dhe mundësia dhe momenti i artë që ti krejt çka ki në barkun tanë, krejt çka ki nevojat e tuja, krejt çka ki të lashet dhe vështirësit, aty i shpalos, aty i regjistron, aty i shkruan, aty i kërkon. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru fihi min ad-du'a, në këtë pozicion të sejdës bëni sa më shumë dua. Edhe andaj njeriu edhe këtë secili për vetën le të analizon. E keni vërejt kanë herë kur rrin imami pak më gjatë në sejdë, e ti të hup mendja. Nëse me i rënit lutjet tuja, kërkesat tuja, nevojat tuja, të fluturon mendja. Shifne, a dini pse kjo ndodh? Sepse duaja i manifeston dy gjëra që janë shumë të rëndësishme në raportin e njeriut me Allahun Dhul Xhelal. Duaja, edhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ad-du'a huwa al-ibadah. Duaja është adhurimi. Pse? Sepse kur njeriu i lutet Allahu Dhul Xhelal, i manifeston dy pozicione që janë bazike në ndërtimin e raportit të tij me Allahun Dhul Xhelal. E para, dobësin, varfrin, nevojën e madhe që ka njeriu për Allahun Xhelal. Dhe e dyta, pozicionin madhështor, pozicionin e bujaris, pozicionin e fisnikëris, pozicionin e atij që jep pa ndal, pozicionin e Allahut Dhul Xhelal. E kjo kuptohet në ajetin kuranor ku Allah thot: "Ya ayyuhan nas", o ju njerëz, "antumul fuqara ila Allah",
Ju jeni fukara për te Allahu. Ju jeni nevojtar për te Allahu. Ju jeni të ngrat karshi Allahut. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allahu është i pasuri dhe i lavdruari. Allahu është i pasuri, krejt njerëzve kërkesat e tyre me vadhan, kjo nuk e pakson pasurinë e Allahut dhul xhelal. Ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u ala sa'idin wahid." Nëse krejt njerëzit nga i parit e i fundit, edhe njerëzit edhe gjindet, mblidhen krejt bashkë në një vend, edhe krejt ata i luten Allahut dhe kërkojnë prej tij kërkesat e veta, e Allahu secilit një nga një ja jep ato që ata kërkojnë, ma naqasa dhalika fi mulkihi shay. Kjo dhurat e madhe, kjo dhënje e madhe që ja jep Allahu këtë krijesave, as pak se pakson pasurinë e tij subhanahu wa taala. Andaj na jemi nevojtar për Allahun, e Allahu huwal ghani, është ai që ka krejtve me ju dhanë, edhe kjo nuk paksohet kur. Edhe dyta, hamid, i lavdruar. Se Allahu dhul xhelal, para se me bon kërkesën tone, ai e din nevojën tone dhe kujdeset për ty ma shumë sa që ti kujdesesh për veten tone. Edhe andaj Allahu dhul xhelal neve na man momentin që shef tek zemrat tona nismë me shku për te ai në ndihmon me shku ka ai let e shpejt edhe me fitu thmirat e tia pa kufi. Andaj, në pozicionin e sejdës na e manifestojmë nevojën tonë të madhe që kemi për Allahun dhul xhelal dhe manifestojmë madhërinë e tij, bujarinë e tij, fisnikrinë e tij, se Allahu dhul xhelal jep pa kufi. Edhe duaja bën mrekulli. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sahihun e Imam Buhariut rahimahullahu taala se 3 persona kanë ecë e i ka zonë shiu si na zon neve shiu. Edhe janë strehu më një vrim të vogël të një kodreje. I themi shpellë, se shpella është pak më e madhe. Në momentin që kanë qëndru në grop të kodrës, të ra shi, një gur që ka qenë përmi, është rokullis, edhe va kam shel hyrjen e tyre. Va kam shel hyrjen e tyre. Dhe va ka garantu dhe va ka siguru vdekjen e tyre. E këta me të mbyllun, guri i rand, s'kan mundësi me lëviz, të sigurt në vdekjen e tyre. S'kishin zgjidhje dhe rrugdalje në asnjë formë. Wala makhraja lahum wala malja lahum. As zgjidhje, as rrugdalje, as trehim. S'kishin ku me e gjet atë fuqi për me largu atë gur. As kishin kë me lajmëru për me ndihmu nga jashtë për me largu atë shkamp atë gur. E çka than? Shefën e vllazni. Tregimi është i gjatë, nuk kam me tregu gjithë tregimin. Mirë po nuk duhet me leju unë edhe ti me na ra një shkam i madh në udhën tonë e neve me na u kujtu Allahu dhul xhelal, sepse vetëm ai ka mundësi me largu atë shkam të madh. Na gjithë jetën tonë vazhdimisht duhet me kujtu Allahun dhe me kërku prej tij. Ashtu siç kanë kërku sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata vazhdimisht të gjitha gjërat e tyre i kanë kërku vetëm prej Allahut dhul xhelal. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoi Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, i cili ishte fëmijë, e kishte me vete në devën e tij dhe i tha: "Ja gulam, o djalosh, o fëmijë, inni muallimuka kalimatin, kam për t'i mësu ty disa fjali majmen, se janë shumë të rëndësishme." Mes tjerave tha: "Wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah." Kur të kërkosh, vetëm pi Allahut kërko. Dhe kur kërkosh ndihmë, vetëm pi Allahut kërko ndihmë. Rregull i artë duhet jetë i gdhendur në mendjet tona, i gdhendur në zemrat tona, praktike vazhdimisht në jetën tonë, që vetëm Allahut ta lutim dhe vetëm prej tij ndihmë të kërkojmë. Në përputhje me atë,
që na vazhdimisht në Fatiha e themi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty o Allah të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. E këta njerëz që mbetën në këtë vrim të kësaj kodrine, të këtij malit, e i kishte zënë hyrjen dhe daljen ky shkëmb, than, e dini çka? S'kemi zgjidhje tjetër përveç se të gjithë ne ta lutim Allahun e Madhërisëm me punë më të mira që i kemi bërë. Ta lutim Allahun me punë më të mira që i kemi bërë. E na e lutim Allahun e Madhërisëm me këtë qiyam, me këtë adhurim që me te mundohemi ta gjallërojmë këto netët e fundit të Ramazanit, duke kërku natën e Kadrit, ne e lutim Allahun e Madhërisëm me këtë qiyam, me këtë gjallërim të këtyre netëve madhështore, që Allahu tjetë i kënaqur me ne, inshallah taala. Në historinë moderne, sot në mëngjes e lexova një tregim. Një grua ja kishte thënë letër një hoxhës në Bosnjë. Edhe kishte thonë, hoxh, po ta tregoj tregimin tem, e ti pastaj përcjelle, po të lutem mos e tregoj emrin tem. U martuam dhe pas 2 vjetë e martesë nuk ishin fëmijë. Shkum në kontrollat mjekësore, krejt thanë s'keni asnjë problem. Çdo gjë është në rregull. Mirë po Allahu nuk na gëzoi me fëmijë. Na thanë, shkoni shifni me hoxhallar, me rukje. Ta shkum edhe te hoxhallarët me rukje, përsëri nuk ndodhi kur një gjë. Vetëm hala pa fëmijë, në u bon 4 vjet e nuk na gëzoi Allahu me fëmijë. Normalisht na kemi shumë familje të reja të cilat Allahu i ka sprovu me mungesë të fëmijëve. Dhe është gjendje e njëjtë sikurse këtij rastit. Mjekët i thënë çdo gjë është në rregull. Shkon në rukje i thotë s'ka gjë, mirë po Allahu nuk e ka gëzuar me fëmijë. Thot edhe një ditë bile na u përkesu gjendja sa që edhe shtëpinë ku jetonim do na e merrnin me na nxirr rrugës me jetu. E me burin një ditë të ndëgju në radio, e morën vesh se qaja natë është nata e 27 e mujtë Ramazan, nata e Kadrit, nata e dëshirave. E i thash buri tem qo të falmi, po tha buri jem po t'i zdi mu fal. Kemi në halak si familje ku buri falet, gruja s'falet. Apo gruja falet e buri s'falet. Fatkesisht, Allahu na udhëzoj gjithëve inshallah taala. E i tha buri e gruja ku do mu fal, t'i zdi mu fal. I tha gruja u burë, qo t'i falu në masteje, shka të bështinu në kam e bo. E natë namaz, unë e bona dua, e luta Allahun dhu gjelal nga thellësia e shpirtit edhe nga loshka e zemrës, që Allahu t'na gëzon me evlat. Edhe mas e përfundum namazin, ra me flet. Në ndër e pash, sikur se Allahu ma kishte dhonë një vajz, flokt e kuqe kachurela. Edhe u gëzova shumë. Edhe ëndrat e mira i gëzojnë besimtarët. Ëndrat e mira janë myzhle e përshpejtuar për besimtarët. Të kur qova sabah me padurim pritësha mi kallëzu burit, e kuptova si një isharet pozitiv, u gëzova 4 vjet pa fëmijë, një isharet i mirë. Ka njëherë njeri kur e humb shpresën në gjërat konkrete, edhe ëndrat e ngëzojnë atë. Kur ja tregova burit, tha buri, po edhe unë të njëjtën ëndër e kom pa. Shkoj Ramazani, mas 2 mujve metra 7 zanë. Thë subhanallah, kur edhe momenti me lind, ishte vajzë. Kur rrit pak vajza, i boni flok të kuqe kachurele. Thot mas saj, Allahu ngëzoj edhe me 2 djemë. E sot thot, elhamdulillah, buri, unë edhe këtë fëmijët e mi falin 5 vakt namaz. Tha, doshta me ta tregu hoq këtë mesele, këtë tregim temin personal, që më ja tregu besimtarëve. Edhe ata të gjithë, për gjitha nevoja që kanë, mos lodhen djathë edhe në majtë. Mos lodhen me shku atje edhe këtu. E kanë një derë, pa e trokit atë derë. E kanë një vepër, pa e bo atë vepër, kur gjo mos bëjnë tjetër. Ajo është duaja e sinqertë që besimtari ja drejton Allahu xhelal. Edhe Allahu ka me gëzu çdo besimtar, duke e plotësu dëshirën, ose duke a dhonë atë që
është më e dobishme dhe më e mirë dhe më e rëndësishme për atë njeri. Andaj vëllazën, gjatë namazit, në sejdë, në tehijat, para namazit, pas namazit, gjatë ditës me agjërim, në kohën e iftarit, e keni vërejt si va merr kohën shejtani, ashtu si thash në sejdë të habit, e keni pa si ndodh, ulemi na me boj iftar, na del muhabet. Kur bëhet iftari, athirje zoni, supa ku është, hurmat ku janë, 5 minuta, 6 minuta, çkenti pa bo dua. Bes thirrje zon Allahu Akbar, metën pa bo dua. Adhurimi madh, vjen shejtani nuk lën ti me plotësuat adhurim. Andaj rini gati duas. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijaba. Lutna Allahun të bindun se Allahu ka me ju përgjigj lutjeve tuaja. Lipni pi Allahut krejt që keni nevoj. Normalisht, filloni prej gjërave ma të shtrenjta, diamantave. Jo. Asë gjë s'vlen ato. Filloni prej imanit. Imani është ma i shtrenjt se këtë botave që ka në te. Filloni prej namazit. Filloni prej edukimit fëmijëve. Filloni për gjërave matë mëdhaja që ju bën dobi edhe në dunja dhe në ahiret. Edhe një gjën po do me përfundu me te. Edhe kur bëni dua, filloni për vetës suj, e prindrit e tuj, e gruan e fëmijët e tuj, e pastaj vazhdo. Ama këto ditë, brenda këtij viti edhe këtyre muajve, askush prej neve nuk ka të drejtë, nuk guxon me haru me bo dua për vëllazin tonë në Palestinë. Sprova e tyre është e madhe. Vështirësit që i përjetën ata janë zakonshme. Ata në iftar ushqehen me gjakun e plagave të tyre. E në syfyr ushqehen me gjakun e plagave të tyre. Me gjithë se coptohen, e vriten, e masakrohen, ata vazhdojnë me adhuru Allahun dhu Gjelal. Dhe vazhdojnë me pas mendim të mirë për Allahun dhu Gjelal. Dhe vazhdojnë me kërku ndihmën vetëm prej Atij subhanahu wa taala. E nëse kemi pak iman, nëse kemi pak dashni ndaj muslimanëve, hisën më të madhe të duave tona këto net duhet ta kenë ata vëllezër, ata besimtar. Allahu i madhreshëm i ka sprovu me një bela të madhe që jo një popull, po një kontinent nuk mundet me duru, për ata si besimtar tash e 15 muj, 16 muj vazhdimisht e kanë duru. E Allah inshallah u ndihmon, e Allahu valetson, e ata që janë vra mbi 60.000 Allahu shahide i pranon, e ata që janë plagos Allahu sa ma shpejt i shëron, e ata që kanë met rrugëve Allahu sa ma shpejt i strehon, e ata që kanë nevojat të ndryshme Allahu të gjitha nevojat u plotson. E lutem Allahun e madh, Zotin e Arshit madh, me emrat e tij më të bukura dhe cilësitë e tij të plota. E lutem Allahun e madh me emrin e tij më të madh, që kur i lutet besimtari Allahu xhall me këtë emër, Allahu ad-dua e bën kabull, që Allahu të gjithë ata që janë shkak për këtë masakër, për këtë shkatrim, për këtë dëm të madh që va kanë bërë, Allah i shkatroft. Lutem Allahun e madh gjithë ato kurthe dhe plane që ata i kanë bërë, Allahu t'u kthen shkatrim atyre ya Rabbel Alamin. Lutem Allahun e madh të gjithë zullumçarët, agresorët, të gjithë ata që u ndihmojnë në këtë agresion, Allahu i shkatroft. Lutem Allahun e madh të gjithë ata që i kanë tradhtu dhe ata që vetë i kanë lënë, Allahu dhu xhalal i shkatroft. Lutem Allahun e madhëshëm që kjo sakrificë e jashtëzakonshme, shumë e madhe, shumë e rëndë që ata kanë bërë, e bëf shkak për fitoren e tyre në këtë botë. Që Allahu i madhëshëm t'u jep atë që e meritojnë tokën e vet, e gjithë ata agresorë dhe shkatrimtar, Allahu t'i largoft për atyre vendeve dhe t'u jep hakun siç e meritojnë ata. Lutem Allahun e madhëshëm që Allahu gjithë besimtarëve kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, edhe nga sherri i gjitha krijesave që kanë sherr, Allahu t'i mbron dhe t'i ndihmon. Lutem Allahun e madhëshëm, Allahu Islamin dhe musliman t'i ngrit, e kufrin dhe mushrikët t'i poshtron. Walhamdulillahi rabbil alamin.